Shkolla Shqipe Pavarësia, më shumë klasa për fëmijët shqiptarë në Angli, në kërkesë të shqiptarëve në Sheffield, në Rotherham, Chesterfield dhe Doncaster. Shkolla Shqipe Pavarësia ka hapur orare të reja mësimi, duke zgjeruar ofertën arsimore për fëmijët e diasporës shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar. Sipas një njoftimit zyrtar, mësimi do zhvillohet me 2 orare të reja, nga ora 9:50 deri 11:50 dhe nga ora 11:55 deri 13:55. Procesi mësimor është strukturuar sipas grup moshave. Të gjithë nxënësit e nisin mësimin e gjuhës shqipe nga nivelli fillestar, ndërsa secila grup mosh punon me librat përkatës. Programi mësimor mbështetet në kurrikulën dhe planin e Ministrisë së Arsimit dhe projektin për mësimdhënien diasporës dhe në tekstet zyrtare të abetares dhe gjuhës shqipe për kopshin klasat e para të dyta dhe për diasporën.